Direkt po të pyes, çka thot feja për feminizmin? A ka barazi mashkull, femër, burr, gru? Nuk ka barazi. Sepse gruaja është më lart se sa burri. Dhe këtu nuk ka barazi. Jo barazi burri më lart, gruaja është më lart. Atëherë feminizmi pa arsyeshëm. Pejgamberi sa më thot, kur e ka pyet dikush kërë me dash më shumë, ka thonë nanën tani dhe baben. Do thot te dashnia mas pari nana. E dyta, thot kush e edukon një vajzë, 2 ose 3 e edukon, e rrit, e shkollon, e ka xhenetin. Nuk po thot kush i ka 2 djem ose 3, ose një djalë, po vajza. Dhe njeriu i fortë, njeriu që është i fortë, mbrapa ti është një grua e fortë. Kush është ky? Ka qenë pejgamberi jon alayhis. Mbrapa asaj ka qenë Hatixha. Dhe para saj është një grua e fortë që është nana. Në të djathtë është një grua e fortë që është vajza, në të majtë është një grua e fortë që është motra. Dhe ky njeriu i kompletun. Dhe feja islame aq shumë e ka ngrit vajzën, saqë pejgamberi jon alayhis salam kur ka hi Fatimia vajza e tij, kur ulën se ka prit. Kur se ka prit ulën, gjithmonë u çun kam. Dhe gjithmonë e ka prit me gjyben e tij, pallton e tij e ka përshtill në gjoks. Ne kanë njerë marrë masa, ne shqiptarët, qysh e kemi trajtu vajzen. Dhe mendojmë që ata shqiptarët e kalum kanë qenë musliman, të mirë. Kanë mujtë me qenë musliman të mirë, për të padishëm. Ignorant, musliman ignorant. I ka hi zullum vajzës. E ka po padrejtësi vajzës edhe grus, edhe nanës. Në 2 natës, 3 natës i ka arë një polar, një shomar dikun, më falë që po them këtë gjuhë shumë zhargorin e popullit, e ka marrë nanën e grunë të i thanë që bëna bukë në 2 natës, 3 natës. Aje normal ti. Aje është gruë dikuj, është nanë dikuj. Aje vajzë dikuj. Dhe këtë ato oda shqiptarë që i kanë pas të kalumen, këtë i kanë shkatru për shkak dhunës psiqike, shpirtnore edhe zullumit madh që kanë bërë ndaj grave që të kanë hub. Sot asnjë vend s'ki, asnjë burr sot nuk më leçet dikë pa thirr gruan telefon, a bën me marr dikën në shtëpi. Apo i ka tash është në ekstrem, atëherë ka qenë në ekstrem. Dhe unë mendoj që Zoti Dhul Xhelal gruan e ka ngritë shumë. Dhe i ka dhënë shumë të mira. Unë jam hoxhë, jam profesor, edhe gruaja jam më shkon telefon. Ti 2 vjet, 3 vjet që të kom prit për me marrë emision. Gruaja më tash më thën telefon thotë blej do bukë, s'kam çfarë për blej bukën. Çëm te nana do të më shumë. Apo po pra. U kry.